Pejgamberi s.a.s. kur kanë ardhur dhe e kanë pyet, mi u dhan vasijet, këshill. Ka ardhur nga Ebi Huraira radhiyallahu an, hadith sahih Buhari, se një njeri ka thënë pejgamberit s.a.s. Ja Rasulullah, leman yamanat, ausini, leman yamanat ta kam pyetje. Sa herë ta kam më ka lënë pejgamberi sa amanet. Kjo punë e madhe, pyetje e madhe. I ka thënë pejgamberi s.a.s. La taghdab, mos u idhno, mos u zemro, mos u inatos. Ki ka mendu që jove diçka më të madhe. Ka thonë ja Rasulullah, leman amanet. I ka thonë përgjigje me sam, mos u idhno. Ai prap përshteti ka thonë ja Rasulullah, leman amanet. Ka thonë mos u idhno. Çka? I ka thonë mos u idhno. Ka ardhur një tjetër nga Abu Huraira. Thotë ardhi njëri dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, jam të mor udhë, ma lëni amanet. Ma janë një fjalë testament. Ta kam pyetje. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, alejke bit taqwallah, përmbaju devotshmërisë ndaj Allahut, tutju Allahut, wa takbira ala kulli sharafin, edhe sa herë që të mërish nalt, bën takbir. Apo ka qenë zakon i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse e dini në arabi kush ka qenë, apo në të kaluara me deve kanë ecë me kuaj, kur ka hip nalt godër, pejgamberi ka bë takbir. Apo ka bë takbir. Edhe kur ka zbrit, kanë bë tasbih. E kanë madhru Allahun të bareke wa ta'ala. E i ka thonë tutju Allahut se i të mor udh, edhe ban tekbir gjerë që i bdikon nalë. Pse me ba tekbir? Se ti kur të ipsh nalë do këtë vetja nalë, apo? Ka thonë thuj Allahu akbar, Allahu ma i madhë. Kur të ish do një pozit, e marrë do një pozit, apo? Kjo vlenë dhe për pozitat që njerëzit i kanë. I njani dikun nalë, kujton që pale sa shefi madhë, apo? Allahu akbar, Allahu ma i madhë se ti. Ande ka thonë më sara, se Allahu gjilu alasht, ma nalë se ti. Gjithashtu, kur ka ardhë një njeri tjetër të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka thonë ja Rasulullah, nga Selim ibn Jabir el Hujaymi, i ka thonë ja Rasulullah, ma jep një vasijet, ma jep një testament, më këshillo diçka që ta maj amanet për e ty ja Rasulullah. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tutju Allahut, kini frik Allahut. Pastaj ka thonë, mos i nënçmo veprat e vogla. Kitë vëzër këto e ka matë me pycin, e ka këshirë ka ka defektin, që t'ju ka thonë. Ka thonë, tuti Allahut, mos i nënçmo veprat e vogla. Qoft edhe minimu dikujt me mush ujnë kofe. Së nënçmo. Një moj dikujt me mush ujnë. Ka qene e zakonshme në atë ko. Ka thonë, edhe kur ti folsh gjdo vlavit tanë, foli me ftyrë qelë. Apo? Sikoni vëzër, ka qenë nga familja El Hujaymi. Arabt, ja u përmena në fillim të ligjeratave, se Arabt kërja ka nu vezër emnat familjarve, njëzve, djemve të vetë, e ka nu për shemull, e ka nu emnin Eran, Abus, apo Abbas, e ka nu për shemull emnin Hazen, Iran, ftyrmrollur, trishtus, Gjahim, Gjehenem. Mëse Gjehenem vëzër që të me thonë, që ka kur ta këshysh tu, që ka i bje Gjehenem? Gjehenem i bje kur ta këshysh një ftyrë tut. Apo e pejgamberi sikur e ka pa që ky domodin mrolat i ka shlut gatat, ka thon kur ti folsh njerëzve çelu pak. Apo çelu, se s'kan obligim njerëz me i bajt çerrat e tua. S'kan obligim, apo tha kur të folsh me vllavin tan çelu pak. Pastaj i tha pejgamberi alayhis salam, ke kujdes nga zgjatja e petkut të teshave. Arab dhe zër këtu kur jemi të teshat, nga se i ka thonë me sepse kjo është prej mendjemadhësisë, të se nuk e donë Allahu xhelalu. Ne e dim se është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shkurtu petkun, pantallonat që i vesh, me qenë mbi zok, jo ndër zok. Apo është e njohur. Mirë, po dietarët e muslimanëve kanë thënë, kjo me shart që të jetë për mendjemadhësisë. Nëse nuk e bën për mendjemadhësisë, atëherë nuk është prej gjunave. Nëse pejgamberi ka thënë, kujdes nga lëshimi i petkut. Arabët vëzër, kur kanë qenë krijetar, edhe për me ka dhu se jo krijetar, atë gjybën shka e ka vesh, edhe një 5-6 metra e ka shlu mas, që të hece me ta, sepse e ka parfumoz dhe zërë. Kur ka hece udhës, ajo e ka bo edhe udhën me parfem. Apo? Andë e ka mbo dit që kur i lëshojnë petkat, andë e ka ardhe Abu Bekr Siddiku, kur e ka një këtë hadith, i kanë rap petko ma poshtë. Ka thonë, ja Rasulullah, hadithi për petkat, po mu po mbinja Rasulullah. Qka i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thonë, jo Siddiq, jo Abu Bekr, ti se ban pi kibrit. A dhe Sheikhul Islam Taymija është me kru
e pa pëlqyer. E nëse në një vend nuk llogaritet lëshimi i petkut por me një mallësi, a është prej sunetit? Ka polemik të ulemat, mirë po më e vërteta është që nuk llogaritet për gjunaheve. Sepse një popull, për shembull Tena nuk i shojna pantollët për mu ka du që nëna kryetar. Jo, ne kena të kravata. Apo? Edhe që livrit kështu. Edhe kena me Mercedes ka 500.000 euro, ta blokon gjadën. E kjo për me në malsijës. E ti si dush ma i qkurta sa dush pantollon, apo? Kibrin largoj o vlla. Kibrin, apo? Ne kapim vëzë për formalitete. Që do në formalitete? Por shembull vëzë, çka nëse ti e shkurton petkun, ama kibrin e kim qill. Ti të kujton që të pantollat pështona? Allah me pantollë me mashtrua. Hasha wa kella. S'mashtrohet Allah me pantollë. Nuk mashtrohet Allahu xhelal me pantollë. Andaj i tha këtij njeriu, nga se ka pas arabët zakon, ka thonë shkurtoje petkun. Shkurtoje petkun. Pastaj i tha, nga se kjo është sebebi. Fe innaha, kjo është prej mendjemallësisë të njohura tek arabët dhe nuk e don Allahu te bareke ve teala. Pastaj çka i tha? Tha nëse dikush ta përmend duke të qortue një sen me të cilën ti të ranon, e ti di diçka për atë çka e ranon, mos ja përmend. Shiko dhe zërë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in imruun ay yaraka bi shay'in ya'lamuhu fik. Nëse dikush, am thave, jepëm testament, që testamentin ma e tash. E testamenti dhe zërë shkruhet për ta njëtën. Apo na këto e kena, këto sahabët që kanë vetë, këto këtë janë për neve testamente. Tha nëse dikush të përmendë një punë, e kiti në i të metë, edhe të ranon me ta. Tha edhe ti a dini të metë atina, tha la tu ajirhu, ti mos ja përmend. Kjo vlerë. Pastaj i tha, e merë aj gjunahin tanë edhe të metës tane. Apo, njën i thot, më ka kritiku filani, më ka ofendu filani, edhe unë e ti me ofendue, mos e ofendo dhe zë. E merë edhe gjunahin tanë edhe të metës tane. A dhe da pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe aj e merë në ngarkesën tane. Pastaj i tha, wala tasubbanna shay'a, edhe kur mëse shaj dikan, as diçka. Thot sahabiju Selim ibn Gjabir, thot kur s'kam shaj dikan. E ka morë testamentet dhe e realizuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit që kur t'i jep fetva njerëzve, i ka udhëzuar nga ajo çka është më e mira. Në ditë për ditëve, tregon Ebu Huraira se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë atje e kam si një lloj fshati, ka thonë, të largona pi këtu pi Medinës, 3 vet atje të falna. Apo i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Ka thonë me nejt këtu është më e xhairit, edhe luftë që ka e bani me mu, është më e xhairit se sa namazi që ka e ban vet 70 vite. Apo ai ka menduar se shkoj me një katon në atje, fshat periferi, edhe mbyllna, falna namaz, rri vet. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai cili përzihet me njerëzi dhe e duron lëndimin e tyre, është më i mirë se ai cili largohet prej njerëzve duke menduar se po pshton e nuk e duron. Keni pa njerëz thot, po rri vllai shpitej me one, s'po përzina me njerëz se s'u mbiduroj. Po kjo leto mshelësh, ama del përzihu me njerëz, edhe mos me bë zullum, valla rana me nejt me njerëzi, edhe me tranu, e me të ofendu, e me të hangër hakin, e me të pru punën të huna, ati me thonë sabër, Allah, sabër. Apo, ne e dimë dhe, sot sidomos, njerëzit të abin të huna, ama s'ka lidhje, ne kena mu takuni ditë të Allahu të bare kjo vëtjallë. Ata qka i ta pensam? Jo, mos shko. Pastaj e përgëzoj me veprat sot e bajnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur vinte dikush edhe e pyette që të bëjë një vepër, ai e dinte se kisun e ban. E kjo është për përvadikeve tona shumë vëzhgë. Vinë njerëz vesin, do ta tregojmë këtë rast tani, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shpesh vinë njerëz që thotë, duan të bëni punë të madhe. Po s'u ne ban vëllai. Njëri thotë, vjen thotë, "O çish më bën mufti." S'mban vëllai. Si ki, du me shku për hoq, po duhet me mi pas disa performanca. Ki telefoni o ba me performanca caktume, ki sfluturon Allah. Du me ba në kërë, po zbat ki kërë, ki o ba për qëta. Allahu ja si cëllë ka shkrujt diçka për mu bahe, edhe s'punë me ndryshue. Një do po kam qef, po sobe me qef kjo punë Allah. Du me po doktor, po s'punë është me po doktor, ka kushte, du me mësue. Shumë, si ka shku shkolla, as fillore, as mesme, thot du me mësu shëriatin Allah, po s'mun është me mësu Allah. O detali madhë kjo, o lësirat maja. Apo, me ta qelë ti njani operacije me ba, dikan. A thu, letë me këj doktori që, si pishti ty të shorë, tu po prejti qka. O hajde Allah.
Po e la njerin e mytë, Allah. E mytë njerin. Vallahi, Ibn Qayyim el-Jawziyja, në Zadul Ma'ad, në një libër të madh që ka shkruajtur. Vallahi thot, mi dhan dikujt fetva në emën e Zotit. Ash më e rëndë se dikujt më ia çel barkin edhe me bë operacion ta. Marana, a di pse? Thot se nëse ti e çel barkin pa hak, edhe e bën operim. Maksimumi sa është e myt. Çfarë e myt? A maksimumi i fetvajës gabuar me cila me shkon në xhenem. E cila marana vëllazë? Cila marana? Marana me dek e me pështu të Allah. E maran se ka cila me i në xhenem. Sepse ti kur desë shkon dhe Zoti e marr hakin tan. Ama me shtin në xhenem dikush. Apo ana shikon njëri mi thon, "Çella po ta veshit ti unë mantillin, shko te atje te kirurgat edhe çele, se shumë lehtë ishte." Çish me lehtë Allah. Vallahi ti zguzon haram e ki dikujt mi thon, "Pi, e keni patë na?" Thot pi vëllai se kjo mbani hajr mua. Ti të ka bë hajr punë e vetë doktorit. Pse? Ki bani njëri thot, neve na bje gripi, na bje ajo qetra smujt. Çka do që? Në korona, pi çaj vëlla. Vëlla, ke në rregull pa u çu bota në kam me çaj nuk shnoset kjo punë, apo? Unë jam shnosh sa herë me çaj. Në rregull me ti e shnosh me çaj sa herë. Pa ato u çu në bota në kam, po ka dalë se e dim çajna, e dim. Po sa të bëj dobi ato dek njëri. Frima ju kanal që thot, ja vëlla, vetë se me çaj kjo punë. Rrein këta. E tash. E shiko, erdhi njëri te pejgamberi sa u kon nomad. Edhe I tha, ja Rasulullah, po du me bo hijret. Po du me bo hijret. Qka është hijret? Kanë thonë djetarët, I ka thonë pejgamberi s.a.s. Unë e rri larkë, po du me ardhë me nejtë me tyje. Por hirë të Zotit hijret. Apo, I ka thonë pejgamberi s.a.s. Uaj hak. Mirë për ty, e kanë transmitu, djetarë kanë thonë edhe, I ka thonë edhe, uaj hak si, I lumi ti ama mrena qërtimit. Apo mrena qërtimit. Ka thonë, inë shënë lë hijrat I lë shedid. Hijret jo punë e madhe. Me nejtë këtu me mua punë e madhe. Vinë njerëzit dojnë me mbra. Problema me nejtë me mua, vëllo. A do ishka I tha Amr ibn Abeses kurar ishte I dop. Tha, ja Rasulullah, mu më kipi njekzve, numron për njekzve. Jo, tha, ma vonë hajde, se I dop t'jam tash. E ky ishte tash në Medine. Po ky ishte I dopët. Tash, anasjel tas. Atar ishte pengon sa mi dopët, tash ky ishte I dopët. Tha, ja Rasulullah, po du marë Medine hijret. Pa mjerë për ty, hijret I Iran. Hijret I Iran. Pasaj I tha, a ki deve? Se ishte njëri deve. Tha, po ja Rasulullah, kam deve. Tha, a e jep zeqatin e deveve? Tha, po ja Rasulullah, e jep zeqatin e deveve. Tha, a jep diçka kështu dhurata? A jep dikujt me ta përdor devem për nevojat veta? Tha, po ja Rasulullah. Tha, a kur t'i vene dita e mjeljes në kohën e pirjes së ujit, a e pengon? Arabët kur e kanë çu me pi ujë devën, vëllazër, se do të ta kuptojnë. Kur e kanë çu me pi ujë devën, fuqaraat e kanë ditë se devja, mjelët, devja është inaçore, vëllazër. Devja është inaçore, ka inat shumë, ka thonë me inat shejtani ka. Po shumë inaçore. Kush shakon në Arabi, ka pa, apo ka edhe emocione që mund ta ndjekni. Edhe kur kanë shku me pi ujë, për shkak se ajo është angazhuar me ujin, e kanë miel. E fuqaraat e kanë ditë, si dush me mor qumsht, shko kur ti janë tupi devët, merr. Mirë pa, shpesh ara I shefi ka thonë, largoj. E ka thonë me sam, kur ti jetë të dhanë ti ujë devës, a I pengon fuqarat? Ka thonë, jo, ja Rasulullah, si pengoj? Atëri ka thonë pejgamberi s.a.s. Fa'mal min wara'il bihar. Shko te katunijot, edhe puno qështu. Sepse Allahu Gjelluala nuk ta hakin vepër. S'munësh me bo këtë punë shka jetu lipë për ta. Shiko për nësab, ka thonë djetarët, I a jep të përgjigjen duke e kontroluar halin e tina. Kjo dhe zërë shumë rëndësi për neve. Shpesh arë vjen njeri e vetë hoqën, përmendëm. Edhe hoqën thotë s'munësh ti me bo këtë punë. Nuk munësh me bo këtë punë. Fale farzin, fale sunetin edhe që ka që kiti. Këshire familjen tane. Jo unë e du me ndrejq këtë botën. Po s'munësh më revla. A tjetër I shkun, thotë hoqë, a ti bajt dhe man filan hoqës. Se unë e, ma me dhe se s'di me lezu Kur'an, vallahi. Vallahi me të dhani hadith për nga mberi s.a.s. Marrohësh para këtë botës. Du të me talë marë epizodi gjele gjelalu. Du s'di me lezu Kur'anin, s'di me lezu hadithin e për nga mberi s.a.s. Nuk e mërë me gjuhën arabe, së njanis kërka. Apo, ku të lezojsh, turp. Lezoj njerëzit, Abdul Melik ibn Marwani. Abdul Melik ibn Marwani u kanë njërë prej khalifëve të muslimanë, nga familja Muavijës. Ki para se më po khalifë u konë hoqë. Hoqë u konë, alim, e ka njofë gjuhën arabe. Edhe
u ka thinë shumë, ju kanë zbarë flokë, ju kanë zbarë mjekra, edhe një ditë për ditëve e kanë vetë, o pris i muslimanëve, u konë në Damask, në Sirinë e sotshme, ka thonë, pse be je thinë që ka shumë, ty sultani jeve, nëse në sultani, rri hazër i ka ketë, qëka i ka thonë, kjo konë hoqë me herët, ka thonë, o më thini, të këshirë me folë me gramatikë, apo, se hoxhallarët zakon e kanë, kush mëson për sheria, apo e kanë zakon. Gjëjen e parë që ta jep testament, hoxha, dietar në botën arabe, thot gjuhën arabe përsose për ndryshe leket mohabet këtë. Ka qenë një dietar i madh, ka qenë i Egjiptit Mahmud Shakir, edhe vllajti Ahmed Shakir, muftia i muslimanëve të Egjiptit në kohën e vet, edhe vllai vet Mahmud Shakir. Ahmedi u kon mufti në fe, e Mahmudi u kon mufti në gjuhë. Edhe ka ardhur një nxënës pi Hijazit, për Saudije. Edhe kanë bërë muhabet. Edhe kjo ka dosh gjuhën. Edhe ka ditë që kjo ustadhi nuk ka këto vite, vëllazër, kush për normal, ndoshta avami nuk i bën kjo dobi, xhamati thjesht, por se nxënësave dihet për ta kuptojmë sa e ran feja, vëllazër. Edhe ka ardhur një hoxh, edhe e vet, thot o hoxh për Mahmudin. Thot du ta mësoj gjuhën arabe. Ka thonë çka më preferon me mësu, cilën libër ta mësoj? Ka thonë merr Lisanul Arab, Ibn al-Manzur. Libri më i madh në gjuhën arabe është një hoxhës që vjen pika India. Allahu xhelali se diku e çon për recetin. E ka emrin Ibnul Manzur, e ka shkruajt këtë fjalor në gjuhën arabe. Apo ka thonë merr lexoj një 20 herë. Merr lexoj një herë. Ka thonë hoxh këtë me lexua? Po ka thonë këtë. Ka thonë ja, s'më pe lexu këtë. Ka thonë Allahu unë ka thonë 20 herë kum lexua, ala se di mirë këtë punë. Ka thonë, pastaj ka thonë Mahmudi, rahmehullah, ka thonë, atër leje këtë punë. Shko, ka thonë punët në një zanat. Pse bëjnë, Allah, pse i një punë që asë mund është me e baj? Be ma mu të baj, be ma mu të shkruj, be ma mu të i thamë, po dush me pas autoritet pak, dush me njof një punë. Apo, a mu në qonë di këtë punë dërte pejgamberi s.a.s. A mu në komenton fjallirën e pejgamberi s.a.s. A e di se si zbërdhejt ligjerata kuranore? Jo, usimer, andaj qka i ta mësam? Inë në në l-hijrat i l-shedid, hijretja i madh, hijretja i ran, fetfaja i ran. Me dhamë për Allahu një fetfa është e ranë, ka me të morë Allahu logariti. Pse be thave halal? Por gjithë tash. Pse be thave haram? Por gjithë tash. E Allahu të ka shkarkue. Qish mund është më shkarku? Hoxha tha. U kri, bere hoxha këtu. Apo, andaj e burera kër e kalzon të hadithin e hoxhës që i hoxha hi i pari në gjenem, i bind të të fikt. Apo e të këthjelte. I pari që ka një gjenem, i bind të të fikt. E du këthjelte. Thotim në haqës kaleni, i bind të të fikt se vetë u konë hoxhë. Apo, Allah na përmirësoj të gjithë, ja Rabbul Alamin. Andaj mos e merrni diçka që s'ka mundsi. Çka i ta bëjmë sa këtij njeriu? S'mundesh tha. Nuk mundesh. Po vepër e madhe. A vëzër hijreti disa i madh është? Hijreti çaq i madh, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ke sahabë që kanë bërë hijret, ja u kanë ndaluar me shkuën në Mekë në shtëpi vet. Ka thënë mos shko më te shtëpia. Edhe këta ka bërë vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka lënë Mekën, ka ardhur në Medinë, edhe ka dek në Medinë, se hijreti i madh, hijreti i Iran. Andaj ta këtij njeriu, jo tha nuk ka për ti hijret, po shko bane këtë punë që ja përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.